Presidenti i SBA-s Donald Trump tha se bombarduesit B-2 të forcave ajrore amerikane u përdorën në sulmet ajrore ndaj objekteve bërthamore të Iranit. B-2 Spirit është bombarduesi më i mirë i forcave ajrore të SBA-s, me dizajnin e krahut fluturues, përbërjen e materialit kompozit dhe veshjet speciale. B-2 sjell fuqi të madhe zjarri në një kohë të shkurtër kudo në glob. B-2 me 4 motor mund të jetë i armatosur me armë bërthamore ose konvencionale. Mjeti manovrohet nga një ekuipazh prej 2 personash dhe ka një rrezet të pakufizuar me furnizim karburanti nga ajri. Bombarduesit fluturuan për herë të parë në vitin 1989 dhe pan luftimet e tyre të para 10 vjet më vonë në operacionin Forca Aleate, ndërhyrjen e udhëhequr nga NATO në krizën humanitare në Kosovë, duke fluturuar pandalesa nga baza e tyre në Missouri për të goditur objektivat serbe sipas forcave ajrore. Më vonë ata fluturuan në misione edhe më të largëta për të goditur objektiva në Afganistan në tetor të vitit 2021, gjatë ditëve të para të operacionit Liria e Qëndrueshme. Në inventarin e forcave ajrore të SBA-s ka vetëm 20 avion B-2, të gjithë të vendosur në bazën ajrore Whiteman në Missouri. Secili prej bombarduesve kushton rreth $2 miliard.